Mund të këndojmë një këngë shqiptare në bashkë të dy? Shumë kënaqësi. Këndon, pikturon, shkruan poezi, shkruan dhe libër. Enxhi që nuk ka njohur. Kam shumë kuriozitet ta dëgjoj se çfarë i thua ti fëmijës tënd të vogël brenda teje. Të shoh në syt e asaj fotografie, të falenderoj që nuk u dorëzove kur bota filloi të bëhej shumë e madhe. Ende jam gjallë, dhe pse ende marr frym, mos marr të thyhe. Cila është e fshehta dhe të kujt janë këto sy? Janë sytë. Të ka ndodhur një jetë kjo apo jo? Po, kjo është historia e librit. E fshehta e syve të tu. Bazuar në një histori të vërtetë dashuri apo jo? Historia ime e vërtet, po. Ti vetë ke qenë në energjinë e egos apo në energjinë e dashurisë? Kur ishe duke jetuar këtë dashuri? Kam qenë versioni më i mirë i vetes. Mendoj që kam përjetuar një dashuri shumë të fortë edhe shumë të madhe deri më tani, më e forta, që është historia e këtij librit. A ta bëj një tekst këngë se më erdhi tani? Unë do ta quaj mos thuaj më fal. Çfarë kërkon ti në fakt tek syt e njeriut? Çfarë shikon aty? Arrin të lexosh diçka? Janë syt që unë i kam parë në të gjitha dimensionet. Kam parë ata syt që më kanë treguar edhe demonët e ja kam dashuruar. Dhe mendoj që tani me plot gojë mund të them që unë i dashuroj edhe demonët e mi. Kërcej me ata. Këta janë tuaj flamesat. Këta të coptojnë. Dhe nga hiri jo të ringrihesh. Të kanë shkullur një pjesë të shpirtit tënd, e kanë hedhur diku, edhe ti thjesht e kërkon atë pjesë, nëse është e jotja. Dhe pastaj për Alketa ke thënë vetëm dritë, vetëm dashuri. Vazhdo shkëlqej ashtu si di ti. Shpirti yt rrezaton mençuri. Edhe yti. Faleminderit. Të dua shumë gjithmonë Enxhi dhe unë ty. Po është ajo që të them unë ty, të dua shumë, po e theksoj gjithmonë. Love you. I love you.